Përshëndetje prap. Qëtë video e hum nis për krejt njerëzit që më kam bështit prej 2019 deri në ditën e sotme. Që ky vet për mu kanë shumë veti ngarkum, po njëkohësisht është viti më i bukur i jetës tem, edhe këtë eksperiencë teme në kum do bashkë me juve, ju e dini që kum kalu dhe që shkajt sidomos që ky vet për mu. Unë kum kalu në për fazat ndryshme të jetës, edhe që ky vet u kanë goxha sfidus për mu, ma ka testu durimin, e kum vërtetu sa person i fort jam. Qëtë video jam të e bo për krejt njerëzit që janë dëshpru me jetën, edhe që menojnë që një ditë s'ka mu bo mirë për ta, ama që se jo e keni ndjek rukëtimin tem, do një me di që ka mu bo mirë. Dhe sot jam shumë emocionume se... më falne. Unë e muzikën e du shumë. Para 3 dite e kum postu një pjesë të kongës që e kum bo me shumë dashuri, për këtë njerëzit që janë kun lidhje, po personin fjallë qik ose djalë i kalon për dikën tjetër. Është një kongë që e kum punu shumë me dashuri, e kum dje çdo fjallë që e kum thonë, edhe jam shumë e lumtur që ju ka pëlqy, edhe të soundit që e kum bo, one ju më bo gati ma shumë se 200 video, edhe punina tepër mirë se krejt këtë kongë e kum bo në forcat mia. Edhe sot e kum qu një mesazh të një person që më ka thonë që s'ka me mojt me më rri kur gjo pa ta. Nuk kam e mojt me konë që jam e lumëtër pa ta, po me qëtë video du mi kallëzu që jam shumë e lumëtër. Jam të e vlerësu jetën gjdo minut, gjdo sekund që unë e qeli syt, e falenderoj Zotin që mi ka qu sprova që i kum pas për me më bo ma të forcët, edhe mi a dit vlerën vesh një lapës të buzëve me pas, ose vesh një gotë ujë me pi. Mu nuk po më vinë milionat, mu po më vinë një familje që nosh me pas lumëturi në familje, edhe me kanë me shëndet të plot, cilën e gëzoj sot edhe jam shumë falenderuse ndaj njerëzve që më kanë ndihmu dhe më kanë përkrah ditë ma qtirat mijat. Faleminderit krejtve që më keni suportu deri sot, edhe më keni jep dashni, edhe atyne që nuk më kanë jep support edhe dashni, edhe për atyne du mi thonë faleminderit që më keni jep komente jo të mira, se sot më keni bo shumë të fort. Edhe sot e di qa du për jetës, e di që shë kam shoshnin, i di krejt sanet, kështu që faleminderit shumë për çdo sen, edhe sidomos një faleminderit që ati personi që më ka thonë që s'kam me më rri pa ta, edhe sot jem të i kallëzu që unë e kom arrit, unë jam e lumëtër, i kam njerëzit që më dojnë ofër meje, nuk kam njerëz fake ofër meje, edhe jam të e gëzu, edhe jam të e shiju çdo moment. Faleminderit shumë për këtë mbështetjen që ne tu ma jap. Mendjes po pres me postu kongën, me 8 nëntore kum vendos datën që ka me dal konga, me datën 28, po besoj jam xhirime. Edhe është një projekt shumë i veçantë, shumë i mirë, edhe vesh po du një falenderu krejve për supportin që ma keni jap çdo ditë. Jam tepër e lumtur, edhe kapitullin e keq jetës tem e kum lanë për mas. Që ky vet u kanë viti ma i mirë, edhe falenderoj Zotin shumë që më ka sprovu me momentit këqija që unë më bëhe fort, edhe me kanë e pathyshme. Kështu që faleminderit krejtve, edhe kushdo që janë fazë të keqe të jetës, veç herë një pak shkoni ma poshtë, edhe bëni scroll TikTokun tem, ose historin tem, këshirë në që jam konë, edhe që jam sot. Unë ju du shumë, faleminderit prap, edhe shime shumë shpejt me sana shumë të reja, edhe shumë të mira, në fund këtit vitit, edhe gjatë vitit 2026. Ju dua shumë.